Në qoftë se flasim për Ukrainën, Ukrainën kanë fillu që heret me gryna brenda. Qa ishte marrëveshja Budapestit në 94. Në Ukraina në të periull ishte vendi i tretë bërthamor në botë, mas Rusisë dhe Amerikës. Marrëveshja Amerikë, Angli, Rusi, për heqjen e armëve bërthamore nga Ukraina, e dopsoj jashtë masa Ukrainën. Sepse po të kishte armët bërthamore sot Ukraina, jo, nuk ndodhte, por nuk do të flisnin ma gjuhë që flasin sot më Ukrainë. Do më thënë mund të apushton të Rusia? Ja, edhe njëherë, nuk mund të flisin ma gjuhë. Tani, historia, sepse e kam ma shumë për teleshikusin. Flasin shumë mjerës të këne, po, cila është zanafila e kësaj lufte. Kur u shpërban Bashkimi Sovjetik, 3 presidentet e parë që në nënshkruan shpërbamin, ishin 3 presidentet e vendeve slave. Nga 15 republika që kishte Bashkimi Sovjetik, 3 vendet slave, Rusi, Ukrainë, Bielorusi, firmosën shpërbamin. Vendet tjera më nëjë me referendume, atë dolin. Mirë po, këto dy si vendet më të mëdha, Rusia me Ukrainë u ndanë me të mirë, por nelen disa problemet hapura. Si që ishte ajo flotës ushtarake në detin e Zi, si që ishte në një problem tjetër dhe Rusi si kishte njëllë apo udhëheqës ruse, si të thush pishman Krimeja. Historia Krimes është histori sa e dhimshme, aq edhe e fështirë për të kuptu. Fillimisht e ka qenë tatare, pastaj u bë turke, në 1700 sa në pushtoj Rusia, edhe u ba. Atë u nërtu, nështë baza kryesore e Rusisë në Evropë. Në Bashkimi Sovjetik e përforcoj shumë, sepse nërtoj bazën e Sevastopolit. Kur në 54-shin, Hrushqovi, për të marrë me të mirë Ukrainën, apo Ukrainasit, sepse që kishtë ndodhë, në kohën e në vitet 30, të persekutimeve të lahtarshme në Ukrainë, Hrushqovi ka qenë sekretari parë. Dhe për gjitha ato, krime që janë banë në Ukrainë, kishte përgjithësinë e vetë. Kur u banë sekretari... Për gjitha ta që nuk e dinë, Hrushqovi nga ishte? Hrushqovi ka qenë Rusë. Rusisht. Por kujtojnë njërës, shumë njërës ka qenë në Ukrainës. A i ka qenë Rusë, por ka punu shumë vite. Sekretari parë. Ka punu shumë vite në Ukrainë. Ka jetu shumë vite në Ukrainë. Kur u banë sekretari parë për të zhduk shumë gjurëm të atyre krimeve, shefin e KGB-s të Ukrajinës e bani shef të KGB-s Bashkimi Sovjetik. Pra, njëkosisht, urdhëroi zhduken e shumë dokumentave të KGB-s Ukrajinës, ku delin qartë krimet e asaj periudhe, për cilat Hrushqovi ishte ndjeni, po për shumë tilla kishte urdhëru. Atëherë, për të marrë me të mirë shtresën e mesme të Ukrajinës, e cila nuk i harron të kollaj, i dhuroi Krimen. Por ç'ndodhi? Vërtet i dhuroi Krimen, por Sevastopolin e majti Kremlini. Pra në qoftë se deri atëherë që ishte pjesë e Republikës Ruse, atëherë Qelsin e Sevastopolit e majti Kremlini, pra e majti Bashkimi Sovjetik, ja kaloi nga Republika Ruse, ja kaloi. Edhe kjo meti, edhe kur shpërban Bashkimi Sovjetik, Qelsin e Sevastopolit e kishte Kremlini. Kur them Qelsin të bazës, do të kesh parasysh edhe një gjë që me vite, popullsia ruse është shtu shumë në Krime, dhe ka një moment që popullsia ruse ka qenë popullsia kryesore e Krimes. Pra ka ba ma shumë se gjysmë në 50% nga 60% në Krime kanë qenë rusë. Pavarësisht nga këto, kur u shpërban Bashkimi Sovjetik, udhëheqja ruse e kishte gjithmonë synin të Krimeja, pavarësisht nuk e shprehte. Por disa parti ruse
që u bënë shumë në atë kohë, e kishin programin e tyre krimen. Dhe, kur doli problemi i Kosovës, me cilin Putini është marrë shumë herë, madje ka një periudhë që, si që thuash në një kanal televiziv rus, në Rusi flitet ma shumë se ku do në botë për Kosovën. Në Rusi flitet më shumë për Kosovën. Këta e në dokumenta. Dhe, në këtë periudhë, kur shtrohesh problemi i Kosovës dhe Evropa dhe kryesisht Amerika po shkonin drejt shpalljes pavarësisë, se çliru ishte, por drejt shpalljes pavarësisë. Po kaloi një atëherë kaluan 9 vjet. Nga 99 deri në 2008. 9 vjet. Atëherë në këtë periudhë Putini ngriti teorikisht problemin e universalizimit të çështjes kosovare. Që do të thoshte, ndërmjet tjerave, problemin e Osetisë Jugut, problemin e Abhazisë dhe nënkuptonte Krimen. Në ngjarjet e 2014-s, ku për mendimin tim, perëndimi ka shumë faj, sepse nga një anë e nxiti Ukrainën, nga anë tjetër e lanë baltë, në këtë periudhë Putini ndërmori aneksimin e Krimes, gjojë me referendum, dhe elementet prorusë në Donetsk dhe Luhansk ngritën krye dhe fillun luftën e armatosur. Perëndimi në vend që nga Amerika, në vend që të vinin, si thot populli, ku finin të thana, përkundrazi, e dënuan me llafe, thanë që nuk do ta njohim zyrtarisht, por ndërmoren sanksione në 7-8 vetëve. Dhe gradualisht Rusia, duke pa dhe qëndrimin e perëndimit, mori zemër dhe arriti aty ku arriti në 2022 që e sulmoi. Me pretekstin, për mu që sharak, të denazifikimit dhe qarmatimit, po thëmë Shqip, me pretekstin. Sepse pa dhe dopsinë e perëndimit, dhe nolli e që nolli ku jemi dhe sot. Kja është me pak fjalë historie. Jo, i bët një panoram shumë të qartë, shumë shteruse, dhe të falenderoj shumë për këtë, dhe gjithë ata që na kanë ndjekur besoj kuptojnë më shumë tani se sa pa e shpjeguar Shaqir Vukaj. Tani, çështja janë dy, kryesore, e para është Kosova, dhe ne aty kemi gjithsyt, dhe e dyta është nëse ky konflikt mund të shpërthejë dhe mund të përhapet për shkak edhe të problemeve me NATO, sepse lajmi i fundit janë dy. Një, Elon Musk ka thënë që Amerika të largohet nga NATO. Rrjedhimisht, a është Evropa aq e fuqishme sa të mbaj NATO-n? Dhe tjetër, zëdhënësja e shtypit e Pentagonit ka deklaruar dje në një status, unë ja dërgova zoti Vukaj, që ta bëjmë Kosovën sërish Serbi. Ju më dërguat po në kërkova gjithandaj në lajme dhe nuk e gjeta. Madje hapa edhe sot në mes edhe lajme të ruse që qëndrojnë kështu, domethënë. Presin çdo lajm, nuk i gjeta. Jo, e ka dhënë agjenci edhe të Kosovës e kanë dhënë. Mund të jetë lapsus, sepse mund të jetë, unë nuk e di. Por unë kam parasysh para pak diç, kur ishte festa e Kosovës, dita shpalljes, telegrami i Trumpit ishte shumë pozitiv. Shumë pozitiv. Pavarësia e Kosovës. Ja kjo, Kingsley Wilson. Po, pashe. Make Kosovo Serbia again. Ta shohim. Por, unë du t'i besoj Trumpit. Sepse të kthesh edhe njëherë Kosovën në Serbi, atëherë të do të ketë luftë në Ballkan. Nuk e pranojnë kosovarët. Sigurisht. Atëherë do ketë luftë përsëri. Unë dyshoj që është një lapsus. Unë dyshoj. Megjithatë ta shohim. Unë i qëndroj ose du të besoj telegramin e Trumpit për pavarësinë e Kosovës. Dhe disa thënie të tjera.
Që ja dërgonte për të qenë korrekt presidentes Osmani. Po presidentes, shiko, pavarësisht, ai është president, zakonisht telegramit i bën president. Po, jo, kjo është normale. Nuk është pavarësisht nga problemet që mund të kenë në kurte e tjerë. Por është president me president. E parashikoni, zoti Vukaj, Kosovën që të ketë probleme, sepse tani atje tashmë ka një krizë me Serbinë, dhe ne dim të gjithë. E parashikoni që çështja e Ukrainës mund të zhvendoset në Ballkan, sepse Serbia, zoti Vukaj, është Rusia në Ballkan. Do të kujtoj një thënie të Putinit në 2021, kur Vučići shkoi në Moskë, në konferencën e shtypit, Putini ndërmjet tjerave tha: Ukraina është Rusi, ashtu siç është Kosova Serbi. 2021. 2021, po. Pra, kur Putini apo Rusia përgatitesh të sulmonte Ukrainën. Pavarësisht pastaj e tjerat që u bë dhe historian Putini, u bë dhe gjuhtar, u bë dhe antropolog, e gjithçka që Ukrainës i janë ruse, e tjerë. Por unë kthehem te kjo e jona që Kosova është Serbi. Kjo s'duhet harruar. Dhe ne duhet jemi tepër vigjilent. Qofse ke parasysh, pak ditë Kosova e Serbia, tha Putini. Putin. Para pak diç, kur gjykata e Bosnjë Hercegovinës dënoi Dodikun me 1 vit burg e 5 vjet pa drejtë e tjerë, Putini deklaroi që do të ketë pasoja jo vetëm për Bosnjë Hercegovinën, por për krejt Ballkanin. Çfarë do të thotë? Kujdes Ballkani. Sepse ata janë të gatshëm që me spostu vëmendjen konflikti me Ukrainën. A janë kushtet sot? A është Serbia? Serbia sot është një situatë tepër të vështirë për vete. Domethënë demonstratët që janë edhe më të mëdha se kur zon Miloševićin. Janë masive. Janë edhe më të fuqishme se sa kur zon Miloševićin. Janë më të fuqishme? Më të fuqishme. Paktën siç thonë edhe vetë serbët. Paktën nga analizat që bëjnë. Më të fuqishme sepse Ato Milošević bën si shpejt dhe si skenar ishte. Skenar, po pavarësisht dolën në rrugë tjere detyruan atë kohë. Këto janë më të forta. Këto janë më të fuqishme, thonë specialistët. Sepse këtu tashmë nuk janë edhe me, si thush, kërkesa politike apo partijake. Këto janë me kërkesa, preteksti është pshemja saj mulesës stacionit e Kurudor, por 2-3 ditë e fundit dolën dhe me kërkesa edhe për dorëheqjen edhe të Vučićit. Pra kalu dhe në kërkesa politike. Por në këto kushte nuk është çudi, sepse edhe ato opozitarët e Vučićit nuk janë pro Kosovës. Nuk ndryshojnë qëndrim. Shiko, ka një përmendimin tim. Kushdo politikan që të pranoj pavarësinë e Kosovës, ai të nesërme nuk është më në politikë në Serbi. Sepse nacionalizmi sërbë është i tillë që nuk e pranon. Në politikë, okej, po është në jetë thuaj. Unë po thëmë në politikë, tash, se në jetë e parë Gjingjicin, po nuk është era parë që në Serb të vrasin kryeministra, ministra, tjere. Ata vranë kryeministrin. Ajo shoqëri që vret kryeministrin, pse është pro perëndimor. Mirë, pra, ne duhet jemi tepër të kujdes.